Mendon Berisha ishte njeriu I ndeshjes dje në Serie A për Lecën, mesfushori kombëtares asistoi 2 gola për ekipin e tij që fitoi me rezultatin 2-1 ndaj Torinos. Pas ndeshjes së luajtur në Serie A, foli presidenti I Lecës, Saverio Damiani, I cili u ndal edhe te Berisha ndër të tjera. Po e përjeton sezonin që nuk mundi ta kishte vitin e kaluar për shkak të dëmtimeve, po I rimerr të gjitha me shumë cilësi dhe po maturohet jashtëzakonisht shumë, u shpreh fillimisht I pyetur për Berishën. Ndeshjet e ardhshme nuk kam as forcë për të menduar ndeshjet e ardhshme të kampionatit. Do të mendojmë duke nisur nga nesër, tani le të shijojmë këtë sukses, e mbylli fjalën e tij presidenti I Lecës. Mendon Berisha vjen të shkëlqejë në Serie A, sot ja doli të asistojë në të 2 golat që I dha Lecës fitoren 2-1 ndaj Torinos. Berisha mori dhe çmimin e tretë për këtë edicion si lojtari më I mirë I ndeshjes. Mesfushori kombëtarës shqiptare vendosi të veçojë portierin Falcone te Lecce që I prishi punë Cristian Aslanit duke pritur penalltin. Ky I fundit gaboi nga pika e bardhë në minutën e 91. Është një ndeshje shumë e rëndësishme, e merituam, është një fitore shumë e madhe. Sa deciziv ishte Falcone, shumë deciziv. Duhet ta falenderoj atë pasi ai shpëtoi ndeshjen. Kualiteti në mesfush kontribuova për skuadrën, por Koulibaly dhe Ramadani gjithashtu më ndihmuan, u shpreh Mendon Berisha pas ndeshjes. Lecce fitoi 2-1 ndaj Torinos me 2 asist të Mendon Berishës brenda 3 minutave. Fillimisht në minutën e 20 dhe më pas në minutën e 23. Goli I dytë u konfirmua dhe nga vari. Koulibaly dhe Banda përfituan nga topat që dha mesfushori I kombëtares shqiptare. Nga minuta parë për Torino luajti dhe Cristian Aslani, I cili humbi dhe një penallti në minutën e fundit të ndeshjes. Në anën tjetër Berisha luajti krah Ylber Ramadani te Lecce në formacionin fillestar. 22 vjeçari është një prej talenteve që I është ofruar kombëtares në vitet e fundit. Berisha megjithatë nuk mori asnjë minutë në kualifikueset e botrorit 2026, në të cilat Shqipëria arriti play-offin duke u renditur në vendin e dytë në grup. Trajneri Silvinho e preferoi vetëm për sfidat miqësore gjatë kësaj kohe. Cristian Aslani humbi penalltin që do të kishte barazuar 2-2 ndeshjen e Torinos ndaj Lecces. Mesfushori kombëtares gaboi nga pika e bardhë në minutën e 91. Për të ishte hera e parë që gabon, ndërsa me klube kishte gjuajtur saktë 10 penallti më parë. Protagonist në anën tjetër mbetet Mendon Berisha që me 2 asistet e tij për Lecën kontribuoi te fitoria në Serie A. Aslani kërkoi falje për penalltin e humbur dhe tregoi çfarë nuk shkoi në goditjen e penalltisë. Meriti mbetet dhe portierit e Lecës Falcone që I kuptoi krahun. Duhet ta analizojmë, e nisëm keq dhe Lecce na vendosin në presion. Kjo nuk është gjë e mirë, ne jemi Torino dhe duhet të japim çdo gjë në fushë. E marrë përgjegjësinë për penalltin dhe u kërkoi falje tifozëve dhe skuadrës. Do ishim futur sërish në ndeshje. Për këtë takim kam ardhur këtu për të folur, t'i kërkoj falje të gjithëve. Nuk kemi ruajtur vazhdimsinë që kishin para pushimit për shkak të kombëtarëve. Duhet ta kuptojmë këtë situatë. Nuk mund të vim ndaj Lecces dhe të luajmë 30 minutat e para se sot. Problemi nuk e di kush është. Ndoshta u friksuam pak pasi pësuam golin, por nuk duhet të ndodhte. Kemi energji dhe kualitet. Penalltia ishte gabimi im. Nëse portieri e ndal topin, do të thotë se penalltia është goditur keq, pas 2 finte të Falcones dhe miku Truri, u shpreh Aslani.